Pasi u mor zyrtarisht i pandehur për aferën Qes Dia dhe lobimin e LSI-s në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kreu i Partisë së Lirisë Ilir Meta po kërkon lirinë në GKK. Në seancën e zhvilluar vetë Meta nuk ishte i pranishëm, por u përfaqësua nga avokati i tij Kujtim Cakrani. Kreu i Partisë së Lirisë do të vazhdojë të qëndrojë në qeli pasi seanca u shty për shkak se SPAK ka dorëzuar prova të reja. Avokati Cakrani kërkoi të njihet me aktet dhe GKK e shtyu seancën për datën 26 qershor në orën 10:30. Prokuroria e posaçme ka depozituar një dokument prej 31 faqesh ku mësohet se nga hetimet është zbuluar një tjetër episod i dyshuar korrupsioni që atribohet ish-çiftit Meta Kryemadhi. Bëhet fjalë për një kartë tjetër bankare që rezulton se është përdorur për blerje dhe shpenzime të ndryshme. Sipas burimeve jo zyrtare, dyshohet se karta bankare i është vënë në dispozicion ish-çiftit Meta Kryemadhi nga biznesmeni Ardian Shatku, kushëriri i Kryemadhit. Nga hetimet paraprake më herët u zbulua një tjetër kartë American Express që ishte përdorur dhe vënë në dispozicion nga njëjti biznesmen. Por avokati i Metës në një prononcim për mediat u shpreh se këto prova të reja të dorëzuara nga organi akuzës i përkasin ish-bashkëshortës së kreut të Partisë së Lirisë Monika Kryemadhi. Kujtim Cakrani tha gjithashtu se ka rënë akuza për lobimin në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pasi sipas tij ishte vetë prokurori që e tha këtë në seancë. Jo, zoti Meta nuk ka karta. Nuk ka përdorur asnjë kartë, po nuk ka përdorur tani. Shiko, juve doni të hapni lajme. Kartën e ka përdorur ish bashkëshortja e zotit Meta. Zoti Meta nuk ka kartë, nuk ka ardhur asnjë numër llogarie në emër të zotit Meta. Nëse ju doni patjetër të thoni që zoti Meta ka pasur kartë, nuk u vum në dieni sepse nuk ekziston. Aty thashë u fol për çdo gjë, po vetëm për zotin Meta nuk u fol. Kjo ishte. Dyshimin për një akuzë të re, kreu i Partisë së Lirisë ka hedhur poshtë përmes një reagimi në rrjetet sociale. Meta thotë se ai nuk ka kryer asnjë akt të palishëm as në Shqipëri, as në SBA apo ndonjë vend tjetër. Në reagimin e tij, Meta u shpreh se ai mban përgjegjësi vetëm për veten e tij dhe jo për kushërinjt. Ilir Meta mban përgjegjësi vetëm për Ilir Metën, edhe për askënd tjetër. Ilir Meta nuk mban përgjegjësi as për fëmijët e tij, që i ka në moshë madhore dhe i ka këshilluar që gjithmonë të jenë shembull i respektimit të ligjit, dhe aq më tepër nuk mund të mbajë përgjegjësi për kushërinjtë e tij. Pasi siç e dini, një prej tyre ishte edhe mik me Charles McGoniganin, iniciatorin me kërkesë të Edi Ramës për nisjen e hetimeve ndaj Ilir Metës, edhe për çështjen Qes Dia, edhe për çështjen Bami. Akoma më të turpshme janë lajmet që ka zbuluar një kartë e paligjshme që implikon Ilir Metën. Asnjë akt i paligjshëm as nuk ka ndodhur dhe as nuk mund të ndodhë, as në Republikën e Shqipërisë, as në SBA dhe as në një vend tjetër. Prej të dorit, Meta ndodhet në qeli dhe kërkon zëvendësimin e masës së sigurisë arrest me burg me një masë tjetër më të butë, me argumentin se prokuroria e posaçme shkeli dhe nuk kishte paraqitur prej 8 muajsh asnjë informacion 2 mujor mbi çështjen. Në 27 maj, kreu i Partisë së Lirisë ju komunikua akuza e korrupsionit, pastrimit të barave dhe fshehjes së pasurisë. Me të njëjtat akuza, prokuroria e posaçme antikorrupsion ka marrë të pandehur edhe ish-bashkëshorten e tij Monika Kryemadhi.